keq. Partia që fliste më shumë ti për dashuri, e ka rritjen më të madhe. LDK-ja. Ashtu i vjen, zoti Balaj? Varet për synimeve që ka pas. Po, LDK-ja u ka hinë këtë proces elektoral me një pompozitet, me një farë, edhe ka kriju edhe iluzionin vetë që ka me dalë ndoshta dhe partia fituse. Pritjet i ka kriju që ka me qenë partia fituse, po dhe sot po sillet mbas mbështet festat edhe që reagimet e komunikimet e tyne, do me thonë, ka që ka konfitoria tyne, me ngrit për 4.000 ose 3.000 votas, sa janë përgjithësi. Po, vetëm tash nëse po flasim për përsindje, se mund të thuhem edhe për vetëvendosin atër çdo i treti s'ka votuar, dhe shikuar ashtu nëse i kam pas 51%, do të binte nëse nuk votojnë çdo i treti, do t'i kishin 33-4%. Është habitshme qysh e përjeton edhe paraqet si fitore. Po i ka 3%. Në rezultat të tillë, një parti e cila s'ka dal fituse prej asnjë procesi elektoral tash e 22 vjet. Domethënë, prej 2004-ës, jo 2014-ën, po 2004-ën nuk ka dal fituse në asnjë proces elektoral edhe përveç në zgjedhje lokale. Po flasëm për nacionale sepse diskutimi edhe është për zgjedhje nacionale dhe rrjedhimisht po flasëm për to. Edhe megjithatë përpiqet më na bin që ka dalë fituse, pavarësisht që edhe është partia e tretë, janë 2 parti para saj. Është varësisht nga këtë vështrimi, që një kemi thënë, është nëse flasim për rritje të rezultatit, është fituese, nëse flasim për renditje, është vendi i tretë. Menoj që LDK ndër të tjera pe penalizën edhe mos përfshirja ose mos pjesëmarrja prej kohësh në qeveri, domethënë, sepse elektorati e dim na qysh kultura jonë, qytetarët tonë kanë qef me pas edhe një farë tretmani ose me konë bashkë pjesëmarrës përmes partive të tyne në qeveri dhe përmes tyne me synuna i farë beneficioni një vend punës. Amo LDK-ja s'është njoft asnjëherë për punësime politike partijake si partitë e tjera. Unë kom raportu që 21 vjet jam në media edhe LDK-ja ka qenë më e pakta që ka pasur punësime. Amo LDK-ja ka instalu. Ardian e sofistikume ka qenë për to punë. LDK-ja ka instalu korrupsionin. Flas me fakte. Kërit parti tjera, gjithësisht qeveri tjera, e kanë modelu, janë replikim i modelit të korruptiv të LDK-s. Flas me fakte. Ani pëse nërë përshtesni këtë, se do të kemi kujdes që për ju thëmë, edhe KPM-ja nuk e dia do të na sankcionoj për LDK-n, por për çka e keni fjallin. U i ka mirë me KPM. Ashtë do të muru qa po folim. Por që kur thëni e kanë mësuar korupcionin nga LDK-ja, duhet ta mbështesni. A mund t'ja bëj një pyetje drejtik, ma tregon një afertë madhe nepotike që Lidhja Demokratike e Kosovës është raportu që ka shti njerëz në punë. A tregoj po. Po edu, bashkë po më intereson. BÇK-ja është mbi popullu përej zyrtarëve të LDK-s, familjarëve të zyrtarëve të LDK-s. Ka qenë veç një, Sokol Havulli. Veç një ka qenë. Po, thuj me emna. Familjarët e Arben Gashit. Gruja Arben Gashit ka qenë aty për asë më martu, unë kom raportu vetë. Dy po dalina. Kohën e PDK-s. Kanë qenë më herët. Po, kanë qenë më herët, unë tregoj. E kom raportu. Nëse punon bashorta juaj dikon, edhe ju martoni, pastaj duhet dhe ndërhesja. Labi po flet me raportimet cilet unë i kom hullumtu. Po, për atë duhet jemi cakt. Kush ka qenë kryetari BÇK-s? Po, Bedri Hamza. Sokol Havulli ka qenë... Kur avancu Sokol Havulli, kush ka qenë? Ka qenë Femi Mehmeti? Po, Sokol Havulli ka qenë... A dim pse ka qenë Sokol Havulli? Sepse kur ka bo koalicion në 2015, kur ka është prishë Vlani, LDK-ja dhe PDK-ja kanë bo koalicion në janar të vitit 2015 dhe i kanë nda ndërmarrjet publike me një marrëveshje 50-50. Kush i kanë nda? LDK-PDK. 50-50. Edhe jëmë popullu prej dy partive respektive. 30-30. Edhe kinë RTK po dalën, LDK-ja... Jo, unë po thonë, më thuj me fakte, sepse unë kom raportu. Unë kom raportu edhe... Kom raportu edhe për grunë Arben Gashit kom raportu. Në për gruja Arben Gashit
raportimi është i tillë. Ajo ka qenë në Lloj Arbengosht ma nej ka diplomat. qenë diplomat në kohën e Hashim Thaçit. Po vish Ka qenë në kohën e Hashim Thaçit e ka qenë diplomat, nuk e ka qenë LDK-ja. Se ka qenë Hashim Thaçi. Çto është dallimi? Se ka qenë Hashim Thaçi. Pse e ka qenë Hashim Thaçi? Mundesh me pyet Hashim Thaçin. Ardion, Nuk e ka qenë LDK-ja. po fol vetëm për emra që njihen publikisht, Jo, apo po flas për për njerëz që janë raportim. Jo, unë po flas për raportim. Për aktivistat LDK-s, Jo, po flas për raportime. Kanë punsu, Unë nuk di që Unë nisa pe kokës. Unë nuk di që ka pas, nuk u bën zhurmë ka instalu sistem të nepotizmit në institucione. Unë di në bazë të raportimeve që kemi bë, është afera Pronto, e cila është fol. Po fol për raportime. Jo, po flas për raportime. Unë po flas për diçka që po vesh. Ajër pse dikush ka thonë punsu dikush. Unë flas për raportime. Unë që Unë e kom punuar në Ministrinë e Arsimit. Ministrinë e Arsimit u kon ministri i parë Xhapo Osmani. Kush ka qenë? Kanë qenë komplet LDK-s ka qenë. Ma ne ka dalë na gjet LDK-s na ku e na shku. Apo kupton, unë kur jam shku janë kon shumica aktivista që kanë punuar për lidhjen demokratike. Ju keni shku si zyrtare e pavarur apo? Jo, unë kam shku këshilltare për media, jam kon nga një projekt, jam kon e pavarur. Po veç po flasim për vitin qeverinë. Për vitin 2011-2014 unë e kam